Përshëndetje, sot do të flas për videon që ju lajmërova mbrëm për transplantin tim të flokëve dhe pse unë kam vendosur të bëj seancën e dytë. Unë transplantin tim të parë e kam bërë rreth 2 vite më parë te klinika Advanced dhe mbeta shumë i kënaqur. Por nga ana mjekësore dhe nga ana e trashëgimit që unë flokët i kam të rëna, sepse kështu i kanë paraardhësit e mi, duhet të prisnin deri në 32 vjeç të shikonin deri ku do avancon të rënja e flokut. Mirë po, unë jam 32 vjeç, jam 30 për 31 dhe nuk besoj se do më bien më. Ato që kanë rënë. Plus, unë flokun tim e kam patur gjithmonë të hollë, nuk e kam patur të dëndur, edhe paçka se mbjellja është bërë shumë e bukur, ka nevojë për një dorë të dytë që të duken të dëndura siç unë kam nevojë dhe siç unë dua të bëhet. Kështu që kur të kthehem në Tiranë do bëhet transplanti i dytë i flokut. Për sa i përket gocave që më shkruajnë, është e njëjta procedurë, thjesht nuk të qedhet koka tullac për të bërë mbjelljen. Thjesht të merren disa pjesë nga pas e të vendosen atje ku ke nevojë. Çunave u qethet kokatull. Anyway, nuk bëra videon që të flasim vetëm për këtë pjesë, e bëra vetëm që të shpjegoj që jo gjithmonë dora e parë e mbjelljes së flokut është definitivja. Gjithmonë duhet një dorë e dytë. Edhe po thoja që gjithmonë duhet një dorë e dytë floku, kur rezultati nuk është shumë i dendur. Dhe kjo jo për shkak se doktori nuk ka bërë punën mirë, po kjo është diçka gjenetike. Unë e di shumë mirë që kudo që ta mbyllja flokun, do kisha nevojë se s'bëm për një dorë të dytë mbjellje floku. Sepse, siç thash, e kam flokun shumë të hollë. Edhe duen shumë rënjë. Duen mbi 4500 rënjë, mbi 5000 rënjë. Mua doktori nuk më mori të 5000 rënjët, të gjitha rënjët që të më mbyllte që herën e parë, duke respektuar kohën që mund të më binin flokët më vonë. Dhe në qoftë se më mbyllte që te seanca e parë, nuk e dinim në qoftë se rënja e flokut do vazhdonte të bëhej në pjesë të tjera. Edhe në qoftë se kjo ndodhte, ne nuk do kishim më flok të merrnim dhe të mbyllnim. Pra, unë kur të kthehem në Tiranë do jem diku te 31, afërsisht të 32 vjeç, edhe do jem gati perfekt për mbjelljen e dytë të flokut dhe ku? Gjithmonë tek Advanced.